Nëse do të mund të zgjidhja kush të isha, pa dyshim që do të zgjidhja të isha nëna e nënës sime. Dhe e dini se pse? E po, do t'i jepja të gjitha puthjet që i munguan kur ishte fëmijë. Do t'i lexoja të gjitha përrallat që askush nuk ja ka lexuar. Do t'ja rregulloja mbulesën e shtratit natën dhe do t'i thosha me gjithë dashurinë time se sa shumë e dua. Do t'i mësoja se jeta është e bukur në krahët e dikujt që të do. Do t'i blija një mollë me karamel. Do t'i këndoja një këngë. Do të luanim së bashku në tokë dhe kudo. Do ta kryhja çdo mëngjes përpara se ta dërgoja në shkollë. Nuk do të duhej të punonte kaq e vogël.